e kena bërë kështu si traditë të podcasti jonë që njëri çështja e Shqipërisë ka një formim, është marrë një shkollë, ka disa skills, ka një profesion e tjerë. Çfarë do e këshilloje? A do i thoje me u kthy në Shqipëri, me ndërtu një karrierë ose një biznes këtu? Unë mendoj që kjo lidhet me shumë faktorë të tjerë. Nuk mund të jem njeriu përgjegjës që mund ta them këtë gjë, ke ca para, hajde investoj këtu. Kjo lidhet shumë edhe me kulturën, me proceset e rritjes të fëmijëve. Për shembull, shumë nga ato që njoh unë që janë bërë prindër, nuk e ka pëlqyer edukimi i fëmijëve këtu dhe kanë marrë rrugën dhe kanë ikur jashtë. Pra, lidhet të vish do një risk të madh të kthehesh, sepse do të mendosh çdo gjë, do mendosh shëndetin, arsimin e fëmijës, do mendosh jetesën, kostot e jetesës, rrezikun, sepse edhe kjo është shumë e rëndësishme. Edhe normalisht që as nuk do t'i thoja hajdeni, as ikni. Do t'i lë gjithë secilin të mendojnë për zgjedhjen e tyre siç është më e mirë e tyre të bëjnë, sepse është shumë personale. Është shumë personale. Unë nuk jam prind akoma, po ndoshta kur t'jem prind mund ta shikoj ndryshe jetën në Shqipëri, sepse është më e vështirë.